Përshëndetje Po. të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, në Prishtinë, do të flasim për seancën konstituive, e cila është e treta, ndoshta mund të jetë edhe e vërteta, që do të zhvillohet ditën e sotme për konstituimin pra e parlamentit, betimin e deputetëve për t'i hapur më pas rrugën dhe krijimit të qeverisë së re. Por si është situata në Prishtinë, a do të ketë një tentativë tjetër të opozitës ndoshta për ta bllokuar apo kurtit për ta zhbllokuar, për këtë do të flasim me kolegun Shkodran Oti. Shkodran, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, i nderuar. Çfarë pritet që të ndodhë sot? Cilët janë skenarët që po qarkullojnë në Prishtinë? Do të kemi ndoshta një të momentit fundit apo gjithçka duket sikur është gati dhe tani duhet vetëm prerja e tortës së pushtetit? Sa i përket skenarëve, marr parasysh dy përvoja që kemi pas, pra të dy herave të kaluara, është shumë e mundshme që të ripërsëritet ai skenar në kuptimin që të mos ketë përfundim apo konstituim të kuvendit as sot, po në anën tjetër, nga shka është full pas dy seancave të dështuara, ka sinjale që është arrit një marrëveshje mes partisë që i ka fituar zgjedhjet dhe Nisme Social-Demokrate, të paktën kështu ka thënë njëri prej deputetëve të zgjedhur nga partia fituese e zgjedhjeve, sipas të cilit tashmë kanë arritur një marrëveshje Kurti dhe Limaj. Por vlen theksohet se në këtë mes ka pasur edhe deputet tjerë të shumicës parlamentare, të cilët e kanë mohuar deklarimin e deputetit në fjalë, në këtë rast Haxhi Abdyllit, i cili e ka konfirmuar që ka pasur një marrëveshje. Nëse kjo marrëveshje është arritur, ka të ngjarë që përfundon sot. Nëse ndodhet që mos përfundojë edhe sot, sigurisht do të përballemi me një skenar ku opozita të duhej që të drejtojë gjykatës kushtetuese për të marrë një verdikt, sepse është e pamundur të gjendet një zgjidhje politike, le të themi, apo prej marrëveshje politike, sepse vërim që nuk ka vullnet nga të dy anët për të dakorduar. Ka, si më thon, barikadim të dyja kampeve. Përse Kurtit i intereson bllokimi? Do të nxjerrë keq opozitën në këtë mes? Jo, ajo që ka thuhet është që Kurtit i ka konvenuar një bllokim i tillë në kuptimin e blerjes së kohës për të gjetur numrat për qeverinë e re, sepse siç keni mund ta shihni, Kurti përveç që i mungonte një partner koalicioni që zotën e ka gjetur tashmë dhe është partia Nisma Social-Demokrate që i ka 3 mandate të saj, ka pas probleme edhe me pakicat, konkretisht me minoritet. Pra problemi i qëndron tek numrat. Por me 61 i mjafton Limaj Kurtit për ta bërë 61 numrin magjik? Nëse do të i ketë unike të gjitha minoritetet jo serbe, dhe duke ditë që e ka një vot edhe nga minoritetet serbe, që bëjnë gjësej 11, 48 të tij, 3 votat e Nismës janë mjaftueshme edhe për ta votuar kryeparlamentarin, por edhe për ta votuar qeverinë e re, sepse siç e dini, Parlamenti i Kosovës ka 120 ulëse dhe 61 vota janë të mjaftueshme për të ecur përpara. Tek pjesa e marrëveshjes që flitet underground, çfarë do i marr Limaj në këmbim të 3 votave? Kanë qarkullu 2 versione, le të themi. Nga porimet e para që i kemi pas, është full që Limaj do ta ketë pozitën e kryeparlamentarit. Po në anën tjetër, disa informacione të fundit thonë që përveç pozitës kryeparlamentarit, pritet që të ketë edhe 2 dikastere qeveritare apo 2 ministri, dhe me sa kuptojmë bëhet fjalë për Ministrinë e Arsimit dhe atë të Industrisë. Por këto janë vetëm në nivel të spekulimeve tani për tani, përveç se për pozitën kryeparlamentarit është informacion thuajse goxha i sigurt. Duhet të gjejmë një vend Glaukut atëherë. Po Glauku ditë me parë është përfolur si një prej emrave që mund të jetë për kandidat për kryetar të komunës Prishtinës, marr parasysh që zgjedhjet lokale në Kosovë do të bëhen si vjet, më qartë ka fundi i vitit, ka muajt e fundit, dhe mund ndodhë edhe ky varianti që ai të gjendet vendi në nivelin lokal tashmë. Sa e cënon imazhin e Haradinajt fakti që një deputet, siç është folur në media, i listës serbe mund bashkohet me grupin e tij? Thënë të drejtën, ai nuk është deputet i listës serbe, ai është deputet nga pakica Gorane,
Pra, është njëra nga pakicat në Kosovë, po ajo që ju i referuani keni një farë mënyrë të drejtë për shkak se ai në vazhdimsi ka qenë pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Dhe nuk e di tash sa e cënon imazhin, po megjithatë ka një dakordim brenda skenës politike që ai është i afërt më shumë me komunitetin serb. Megjithatë, duhet që ta themi edhe këtë, që po i njëjti ka qenë një nga votat vendimtare për zgjedhjen e presidentes Vjosa Osmani. Pra, e cila vot ka ardhur si negocim edhe i Albin Kurtit më të në kohën kur duheshin votat për zgjedhjen e presidentes. Pra, nuk është hera e parë që faktori shqiptar bashkëpunon me të, edhe pse për mua, pavarësisht relacioneve që ai mund t'i ketë me komunitetin serb, është e natyrshme që të ketë bashkëpunime, sepse fundja ai është përfaqësuesi i një komuniteti, këta janë përfaqësues që janë zgjedhur me votën e minoriteteve dhe na pëlqeu apo s'na pëlqeu, ata janë pjesë e institucioneve dhe i kanë vendet e veta aty. Shkodran, pavarësisht ndoshta asaj që është lakuar dhe në media ofertave të shumta, fraksionet brenda LDK-s i qëndruan grupit duke mos u bashkuar me vetëvendosjen. Unë mendoj që nuk ka fraksione brenda LDK-s. Ka paknatësi të ndonjë individi dhe ato paknatësi të paktën MZ deri më tani i ka thënë vetëm ish-kryeministri Abdullah Huti, i cili është njëri nga deputetët. Tash çka është diskutuar në organet e brendshme të LDK-s, ne kemi deri diku informacione dhe nuk e kemi të qartë përfundimisht, po LDK duket mjaft unike sa i përket pozicionimit që qëndroi në opozit, nuk ka vullnet për anës tyre, as që t'i bashkohet vetëvendosjes, po as t'i bashkohen një qeverie të opozitës. Dhe mendoj që kanë qenë mjaft të prerë, sidomos në raport me vetëvendosjen, i kanë thënë jo ftesës edhe për takim, kurse nuk kanë interesim duket që të marrin pjesë as në qeveri të mëndshme që mund t'jepet si mundësi opozitës, pasi që Kurti ta dje mundësinë e parë, nëse veç nuk arrin që t'i bëjë numrat. Edhe një pyetje të fundit kam. Ju duke qenë se e njihni mirë zhvillimet politike, atë që është sipër por dhe underground. Tani a ka shanse, a qarkullon ndoshta mund bëhet real një skenar i tillë që kjo krizë, nëse shkon kushtetuese për interpretim për çështjen e konstituimit të parlamentit, të zvarritet dhe mund të kemi zgjedhje sërish të parakohshme, por të bashkuara me zgjedhjet lokale, që do zgjidhin ndoshta dilemën edhe për shumicën për presidenten. Edhe ky është dhënë si variant, ka qenë si më thonë një diskutim që Kurti mund ta ketë synim që ta çoj vendin në zgjedhje të përbashkëta pra me ato lokale, po mua më duket më pak i pamundur për shkak të afateve që ekzistojnë, mund të ketë zgjedhje të parakohshme, po unë mendoj që ose duhet jenë më herët. Ajo çka unë realisht e shoh si mundësi është që do ta kemi herdokur, nëse jo këtë muajin tjetër, një qeveri e cila do të jetë e brisht, dhe mendoj që ajo do të ketë gjatësi të paktën deri në kohën e zgjedhjes së presidentit, që po flasim për vitin e ardhshëm, do të jetë një qeveri rreth 1 vjeçare. Ju lutem dhe diçka, kush është më aktive nga ambasadat në Prishtinë, SBA-ja apo të Bashkimit Evropian që po kërkojnë shtyrjen përpara të procesit? Momentalisht ambasadat apo përfaqësitë diplomatike janë goxha të heshtura. Deri më tani ka pasur vetëm një thirrje nga ambasada gjermane, nga ambasadori Jorn Rode, i cili ka kërkuar realisht që të ketë një qeveri të qëndrueshme, sepse ka thënë që Kosova do të përballet me situata që janë vendimtare dhe ka kërkuar një qeveri qëndrueshme, por pa shprehur ndonjë preferenca apo pa dhënë ndonjë rrugdalje nga kjo situatë. Por në përgjithësi përfaqësitë diplomatike kanë qenë të heshtura gjithë toku. Shkodran, të falenderoj shumë për informacionet dhe për analizën. Jeni të mirë se ardhur kur të ardhur. Ju uroj më të mirat, jam shumë i njohës.